Jeta dhe Pashka, një fillim i ri dhe pikërisht në këtë seson. Miq të Radio Emanuel, unë sot kam privilegjin, kam kënaqësinë dhe nderin që në këtë stinë të bukur që jemi duke jetuar, ku të gjithë besimtarët e Krishterë festojnë e kujtojnë jetën, shpresën, ditën e jashtëzakonshme që ndodhi me ringjalljen e Jezus Krishtit. Në fakt, ringjallja është miq shumë element dhe faktor i rëndësishëm dhe elementar i besimit tonë të Krishterë, sepse aty triumfoi jeta. Aty triumfoi jeta që Jezusi e bëri të mundur nëpërmes rrugtimit të tij shumë të vështirë. Në këtë ditë e ejtë ku ju jeni duke dëgjuar këtë video, është një ditë para vdekjes të Jezusit, të ashtu quajturës të prendës të zezë, por në fakt ajo duhet të ndodhte për faktin që ishte e vetmja mundësi, rrugë e zgjedhur e vendosur nga vetë Ati për të na dhënë jetën nëpërmes vdekjes të Jezusit. Dhe Pashka nuk është thjesht një fest, është një kujtesë e fitores së madhe që bota ka njohur ndonjëherë. Pra, Pashka, për te asaj që ne mendojmë që është një traditë, është një fest me rrenit e saj judaike, sigurisht që edhe në Jeruzalem edhe sot e kësaj dite është konsiderohet një nga festat e rëndësishme që i ka rënjët sigurisht nga dalja e Egjiptit të popullit të Perëndis, pra me një fillim të ri, me një jetë të re. Por edhe sot është kaq e rëndësishme sepse kjo bazohet tek besimi ynë elementar që ne besojmë që Jezusi u ngjall, e mposhti vdekjen dhe jeton. Dhe jo vetëm kaq, por nëpërmes jetës që ai u ringjall, na dha jetë mua dhe ty dhe çdo njërit që beson pikërisht në këtë fuqi të jashtëzakonshme. Prandaj festa e Pashkës nuk është thjesht vetëm një kujtesë, por në fakt është një fitore e madhe, miqtë e mi, që bota ka njohur ndonjëherë. Sepse jeta që u mund nga vdekja, shpresa që ngadhnjeu njëherë e përgjithmonë mbi errësirën, miqtë e mi. Jezusi nuk qëndroi në varr, ai u ngjall dhe në ringjalljen e tij na ofron një jetë të re, jo vetëm në të ardhmen, por që tani, këtu, për ty dhe për mua. Prandaj, jeta e re, miq të dashur, nuk është me atë iluzionin e mendimit që ne mendojmë që është vetëm për përjetësinë. Sigurisht, edhe për përjetësinë, por në fakt fillon që këtu, në tokë, një fillim i një rrugtimi të ri në shpresën e ringjalljes të një jete triumfuese të Zotit Jezus. Haleluja, nuk është ky një lajm i mirë që në Krishtin kemi jetë, në Krishtin kemi shpresë, në Krishtin kemi sigurinë, në Krishtin s'kemi nevojë më të mendojmë rreth frikës të vdekjes, por është pikërisht kjo baza elementare e besimit tim, e besimit tënd dhe besimit ton, është jeta që na dha nëpërmes Jezusit. Dhe Jezusi nuk qëndroi në varr. Ky është një lajm i jashtëzakonshëm. Dhe kjo nuk është një iluzion, kjo nuk është vetëm një gjë që e themi ne të Krishterë. Kjo është një e vërtetë. Ai u ngjall dhe në ringjalljen e tij na ofron një jetë të re për të ardhmen, për të tashmen, për të tanishmen dhe deri në përjetësi, për ty dhe për mua.
Shikoni pak se çfarë thotë tek Romakëve kapitulli 6 vargu 4. Kështu si Krishti u ngjall nga të vdekurit me anë të lavdisë së Atit, dhe ne të ecim në një jetë të re. Wow! Dhe ne të ecim në një jetë të re. Pashka na kujton miqtë mi se e kaluara nuk ka me pushtet mbi ne. Është e jashtëzakonshme. Prandaj pavarësisht se si mund ke qenë e kaluara jote, jeta jote, fëmiria jote, apo edhe e tanishmja jote, pashka na kujton se me Krishtin gjithçka u bë e re, mori jetë, mori shpresë. Faji dhe mëkatet janë falur. Pavarësisht çfarë unë kam bërë në të kaluarën time, pavarësisht çfarë ti ke bërë në jetën tënde, në të kaluarën tënde. Pashka është mundësia për të reflektuar edhe një herë, për të na kujtuar se mbi mua, mbi ty, mbi ne nuk është vendosur asnjë faj më, sepse fajin tim dhe fajin tënd e mori Krishti. Haleluja. Vdekja nuk është me fundi. Jo, më dëgjohet me shumë vëmendje. Vdekja nuk është me fundi, është fillimi i përjetësisë me Krishtin. Prandaj ne kemi shpresë, prandaj ne jemi të gëzuar, prandaj ne e dim që sido që është e tanishmja jeta ime dhe edhe në të ardhmen, unë kam jetë nëpërmes ringjalljes të shpëtimtarit Jezus. Dhe jeta me Jezusin është jetë plot me kuptim, jetë me qëllim, jetë me shpresë. Prandaj jeta jon ka kuptim miqtë mi. Nuk është një jetë kështu totalisht për ne të krishterë që besojmë në Jezus Krishtin, nuk është një jetë në errësirë, nuk është një jetë me pa domethënie, me pa kuptim. Sa njerëz sot i shikojmë në rrugë që ecin dhe ti e dallon qartë në sytë e tyre që ju mungon shpresa, ju mungon jeta, ju mungon perspektiva për të ardhmen. Dhe mundohen fatkeqësisht për të gjetur në mënyra, në forma, në vende, në gjëra të ndryshme, por ja që në fakt nuk gjendet në asnjë vend tjetër, vetëm në Jezusin. Vetëm në Jezusin. Prandaj Jezusi është ai i cili na jep kuptimin për jetën tonë, kuptimin e të cilin Perëndia na ka krijuar ne që nga fillimi. Edhe kuptimi i jetës tonë është me qëllim, është me një qëllim dhe me një shpresë të jashtëzakonshme. Edhe nëse sot ndihesh i lodhur, miku im, mikesha ime, edhe nëse sot ndihesh i rrëzuar, apo i zbrazët, bosh, i pa shpresë, inkurajimi im për ty sot në këtë ditë është ka shpresë. Jeta nëpërmes Jezusit do dha ty dhe më dha mua. Në Jezusin kemi shpresë. Ai është jeta jonë. Nga zemra ime unë uroj gëzuar Pashkën që do të festojmë të dielën së bashku dhe paqi gjithmonë, jetë të shëndetshme, jetë me bollëk që vjen në Jezus Krishtin. Zoti ju bekoft.